Partia Demokratike zhvillon më 23 maj procesin zgjedhor për kreun e kësaj force, ndërsa anëtarësia është thirrur për të votuar në qendrat e votimit që do të ngrihen pranë selive apo degëve të PD-s në gjithë vendin, pavarësisht se zyrtarisht flitet për një garë. Në fakt, procesi ka vetëm një kandidat, Sali Berishën. Kreu Demokrat pret të rikonfirmohet në pozicionin ku zyrtarisht u rikthye më 18 dhjetor 2021 pas një referendumi ku sipas të dhënave Berisha mori mbi 90% të votave, ndërkohë që për procesin që do të mbahet më 23 maj, një javë përpara zhvillimit të kuvendit kombëtar të PD-s, ku delegatët do të zgjedhin anëtarët e Këshillit Kombëtar, si dhe do të miratojnë ndryshimet në statusin e kësaj partie, gjithçka është hermetike. Berisha është i vetmi kandidat në garë, ndërsa më herët një nga një janë skualifikuar të gjithë ata që kishin depozituar kërkesat dhe dokumentacionin për të sfiduar kreun Demokrat. Edhe pse me mënyrën se si e kontrollon PD-n nuk rrezikoi për postin e kryetarit, Berisha ka zgjedhur që atë që mund të ishte një garë zgjedhore ta kthente në një referendum apo në një vot besim të anëtarësisë ndaj tij. Për 23 maj, zyrtarisht nga PD nuk janë publikuar të dhëna mbi numrin e anëtarëve që kjo forcë politike ka me të drejtë vote, ndërsa proceset zgjedhore për drejtuesit e degëve evidentuan që nga listat ishin hequr anëtar ose ishin shtuar të tjerë fiktivisht. Rasti më flagrant u evidentua në Korçë, ku procesi për zgjedhjen e kryetarit të degës u bllokua, ndërsa ende nuk dihet se kur mund të mbahet. Gjithsesi, Berisha shkon drejt rikonfirmimit me të vetmen pikpyetje sa përqind e anëtarësisë do i dalë për ta votuar, ose sa përqind e atyre që do të shkojnë të votojnë do të nxjerrin të pavlefshme votat. Ndoshta ky është edhe armiku i padukshëm i Berishës në 23 maj, me pak fjalë kreu i PD-s do të ketë si kundërshtar vetëm bojkotin ose fletët e pavlefshme. Shumë nga ata që mbështesin kandidatët që nuk u lejuan të hyjnë në garën për kreun e PD-s mund të zgjedhin të mos shkojnë të votojnë ose të shkojnë dhe të nxjerrin fletët e pavlefshme. Dhe kjo mund të jetë surpriza më e pakëndshme që Berisha mund të përballet, edhe pse kontrollon deri në qelisë të gjithë procesin. Sa kohë nuk bëhet publik numri i atyre që kanë të drejtën e votës, pra numri i votuesve, të besuarit e Saliu do të luajnë me shifrat. Në fund do të jetë vështirë për të kuptuar sa përqind e numrit real të votuesve kanë shkuar në qendrat e votimit dhe sa prej tyre do të nxjerrin të pavlefshme votën. Fakti që në garë nuk ka asnjë kandidat tjetër përveç Berishës, do thotë se procesi nuk do të mund të vëzhgohet nga askush tjetër, përveç se atyre që do të caktojë kreu i PD-s. Ndoshta kjo është edhe arsyeja reale pse Berisha nuk lejoi qoftë edhe formalisht në garë emra të tjerë pa peshë politike që nuk e rrezikon as pak, por që nëse do të legjitimoheshin si kandidat, kishin të drejtë të merrnin listat e votuesve, të monitoronin procesin dhe në përfundim mund të bënin publike shifrat reale, jo ata që modifikon komisioni. Të paktën deri më 23 maj, Berisha eliminoi edhe këtë rrezik.